Elda, me interes është se sa është numri votave të diasporës që kanë mbritur deri më tani? Ardi, në fakt, vota e diasporës është risi e këtyre zgjedhjeve, pasi për herë të parë diaspora shqiptare do të votojnë, në total janë rreth 245.935 zgjedhës të regjistruar për të marrë pjesë në votime, ndërkohë kanë arritur të marrin zarfin në dorë rreth 227.097 emigrantë. Në fakt, zarfet të cilët kanë bërritur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve deri në këto momente që po flasim janë rreth 181.000, ndërkohë pritet që të kthehen rreth 18.000 zarfe për shkak se kompania postare nuk ka arritur të shpërndajë në kohë në dorën e votuesve. Ndërkohë nga ana tjetër kemi pasur një dërgesë të mbërritur ditën e sotme rreth 7.000 zarfe, prej të cilave 5.000 takonin vetëm Greqisë, ndërkohë mbeten për të ardhur në Shqipëri brenda afatit zyrtar rreth 45.000 zarfe, të cilët do duhet të kenë një vulë hyrëse në doganën shqiptare para orës 19:00. Mirë, të falenderoj Elda Menga.